Një pjesë e ASH-s tashmë është e qartë se nuk do të shkojnë pas Arben Taravarit. Zëvendës kryeministri i qeverisë Arben Fetaj, bashkë me Azir Aliun, Syria Rashitin dhe Feta Alimin, u pritën në vizitë e kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Fetaj në rrjetet sociale postoi fotografi nga takimi duke shkruar: "Në agimin e kësaj dite, së bashku me disa miq të idealit nga Aleanca për Shqiptarët, morëm rrugën drejt Prishtinës duke përshkuar autostradën Arben Xhaferi, një rrugë që për ne nuk është thjesht infrastrukturë, por simboli lidhjes sonë shpirtërore dhe kombëtare. Aty në Prishtinë zhvilluam një bisedë vëllazërore me mikun ton Albin Kurti. Ajo që na bashkon sot, më shumë se kurrë, është vizioni dhe ideali ynë i përbashkët për progres dhe zhvillim, një ideal që s'njeh kufi as pengesa." Edhe ish-ministri i administratës Azir Aliu në profilin e tij ka shkruar se do të vazhdojë të jetë pjesë e vlenit. "Unë besoj se përcaktimi për ndryshim në shoqëri nuk braktiset me pengesën e parë, por ndërtohet me edhe më shumë punë. Me respekt të madh për kryetarin e partisë dhe të drejtën e tij për vlerësim politik, ndjej detyrim që publikisht të them se unë do të vazhdoj të jem pjesë e procesi që e nisëm së bashku në Vlen dhe në këtë qeveri." Ndryshe, Arben Taravari braktisi koalicionin Vlen me qëllim që në zgjedhje komunale të shkojë me lista të veçanta të këshilltarëve. Për këtë shkak u detyrua të largohet edhe nga qeveria, ndërsa dorëheqja e tij si ministër i shëndetësisë do të konstatohet të martën në Kuvent.